Mirëmbrëma, përshëndetje, miq të dashur, përshëndetje, uroj t'jeni mas mirë në botë. Unë ja kam zgjedh pram kasetën për me manifestu, edhe thash, ok, kaseta është një diçka që nuk shihet qatë shumë. Qindra mesazhe. Unë vërtet jam shumë e lumtur për ju, për një fakt se jeni të e kuptu me këto manifestimet e vogla se ju tërheqni, ju jeni energji dhe nëse i jepni vëmendje, fokus diçkahit, i jepni e ushqeni me energji, ajo do paraqitet në realitetin e juve. Dhe paramendoni nëse ju çdo ditë fokusoheni dhe dishëm në gjërat që i doni në jetë dhe jo në ato se çka nuk i doni, e ushqeni ata, jepni energji, edhe lëvizni. Sot do punoj me diellin e trupit, sot me qendrën e energjisë dhe të veprimit, fuqisë dhe të besimit. Doni muzik hala. Atër po e bëjmë një party një natë, edhe unë vish ju lëshoj muzik edhe knaqmi. Me këto manifestimet e vogla, disa prej jush më kanë shkruar që janë të dëshpëruar që nuk e kanë manifestu as fluturën, as kasetën, e sonte kena me manifestu diçka tjetër, edhe dikush prej juve e ka një dhuratë shumë të madhe me u fut në familjen e madhe të akademisë, ku ka dije pa fond, natyrisht sepse çdo herë do ketë edhe kurse tjera, edhe hipnoza tjera, edhe meditime tjera, çdo herë do vim edhe me programe tjera, me gjëra tjera, por vërtet janë kurset me shumë vlerë sepse bëhen dhe terapia direkte, takimet, hiç mos me pas kurse kur gjatë, mrena veç takime që i kemi bën prej që është hap akademia, me antarët e akademisë, janë një pasuri shumë e madhe, sepse nga një herë na nevojitet vetëm një bindje, një mendim më ndryshe, duke ndje mrena, duke ndryshu perceptimin ton përmes një personi, përmes një situate, përmes dikujna që më ndryshu edhe realiteti jonë, që më ndryshu energjia mrena nesh. Se nuk po flas për meditimet, për teknikat, për gjërat që janë aty brenda, dhe dikush ka mu bë pjesë e kësaj familje pozitive, të mrekullueshme, të çmendun, ta jep njerëz të çmendun aty mrena. Dhe jam shumë e lumtur për këtë person që ka me bë këtë manifestim. Deshta me e thonë sepse disa janë të dëshpëruar për shkak se nuk kanë manifestu as fluturën e as kasetën. Kjo me kasetë, o zota, kanë shumë interesant, shumë. Një person më ka shkruar sot shumë i dëshpëruar që unë kam lexu librat e tua, i kam pa disa video, po pse nuk po mune me manifestu. Gjithmonë manifestojmë nga niveli i vetdijes ku na jem. Po nëse na dojmë me manifestu diçka me gërç, nga vibrimi i mungesës, atër na kena me manifestu prap mungesë, edhe nëse na i thojmë vetës se unë nuk po mune me manifestu shka po du unë, ti ke me marrë vërtetime edhe nga jashtë që ti nuk po munesh me manifestu që ata shka ti po dojnë. Kur i kanë manifestu këta njerëzit fluturën edhe kasetën, i kanë manifestu kur ata nuk kanë menu heq për ato, dhe më thonë kur e kanë bon lëshimin, e dëshires. E sonte, kemi manifestu diçka tjetër interesante, edhe disa kanë manifestu sot fluturën, nuk ka rëndësi, nështë edhe gjatë javës, dikush që menon se unë s'kam manifestu, ka me manifestu gjatë javës fluturën, e qeku ki fluturën këtu. Kështu që mos jeni të ashpër, mos jeni të vështirë me vetën e juve, se manifestimi, merrni sikur loj, sikur e kanë bërë shumica prej jush, dikush e kish pa një si autobus jashtë, me di si, është edhe këj manifestim, i shkon si kaseta, ja. Thash po, manifestim.
dikush në këto, si thojnë, që janë të Ramazanit, e kish po shkrim aty kaset, tha, a vlen edhe kjo, thash, po, është manifestim, pse nuk e ki pa për para, do thonë, janë manifestime vedishëm që jeni të i bon, dhe ju po ja vërtetoni vetës, unë gëzohem shumë me gjitha fotografit, me gjitha shkrime që i keni bon, unë vërtet jam e lumtur për ju, sepse ju po vetëdisoheni që gjitha ato vetëdijshëm apo jo vetëdijshëm që i keni sot në realitetin e juve, i keni manifestu. Dhe ajo, oh my God, Valentin, që tash vërtet po besoj, po më gëzon vërtet shumë për ju. Po më gëzon sepse e di se keni me vazhdu prej këtyne ditëve që une ja kam bën dhurat, keni me vazhdu me punu me veten, keni me vazhdu me punu në bindjet e juja, ndryshimin e energjisë, sepse me këto manifestime ja keni vërtetu vetës se ju mundeni. Okej? Ta lëshoj këtu. Vetëm bukur. Mas meditimit do e zgjedhim një person, do zgjedhim fitusin e abonimit një vjeçar të akademisë. Dhe jam shumë e lumtur për ty, kushdo që ti je, e ke manifestu, është vesh manifestim, sepse kur e thras emrin, unë e ndjej, nuk e baj ashtu me mendje ta kjo emën, nuk lexoj emën, lexoj energji, dhe është manifestimi yti kushdo që ti je. Thjesht jam shumë e lumtur për ty që do jesh pjesë e grupit të akademisë. Bukur. Jo, nuk do e manifestoj dikush që thot lutem ma jep mua ose lutem, sepse aty vibron mungesa. Vibron mungesa. Të gjithë këta që ndjekin mësimet e mia tash sa vite, e din se ç'është duhet më formulu një dëshirë, edhe din se si duhet me shkru dëshirën për me manifestu. Bukur, tani shkojmë, fillojmë me meditimin, bëhuni gati për meditim. A është muzika mirë? A dëgjohem unë mirë? Okej? O ti e ki jetë energji të trend, e di. Se kam pas. O, Silva, mirë se ke ardhë. Këte në ata që e kanë kuptu se që shdojt me më shkru. Okej, mirë shumë. Atëherë shkojmë, unë do i ndaloj komentet, shkojmë me meditimin. Bukur, tani bëhuni gati për meditim. Edhe këtë herë ju propozoj që këtë meditim ta bani ulun. Do punojmë sot me çakrën e diellit, e cila është e vendosur në zonën e barkut, aty tek lukthi. Është çakra që lidh energjinë e trupit dhe mendjes me fuqinë e mrenshme dhe forcën e jetës. Të më thonë, është dielli i trupit. Punojmë me çakrën, me diellin e trupit. Mbaj sytë mbyllur. Fuqia mbrëmshme e një individi është e lidhur ngushtë me mënyrën se si e percepton veten, besimin që ka në vete, forcën që ka për të përballuar gjitha sfidat e jetës. Dhe kur kjo çakra, solar plexus çakra, apo dielli i trupit, kur është e aktivuar apo e balancuar, personi ka vetbesim, motivim, është harmoni me veten dhe ndjej
dhe ndjen se mund të ndikoj dhe të krijoj jetën e tij vetë. Tani shkojmë të aktivojmë diellin e trupit. Merr frymë thellë, mbushu me frymë, mbushe barkun me frymë, gjoksin. Shkojmë me bark, marrim frymë me bark. Merr frymë thellë, mbushu me frymë. Merr frymë me hunë dhe liroje ngadalë nga goja. Përsërite disa herë, derisa të ndihesh i qetë. Ndjeni se si, me lirimin e frymës, relaksohen muskujt e trupit. Ndjeje relaksimin në krejt trupin tanë. Tani imagjinon një top të dritës së artë që ndodhet në qendrën e barkut tanë. Shije këtë dritë në ngjyrë ari, sikur dielli, shkëlqen me energji të fuqishme dhe të pastër. Filla ndeze dritën, ndeze diellin e brendshëm. Me çdo frymë të thellë, kjo dritë bëhet gjithnjë më fuqishme, duke mbush trupin me ngrohtësi dhe forcë. Me çdo frymë të thellë, kjo dritë bëhet gjithnjë më fuqishme, duke mbushur trupin me forcë. Ndjeje energjinë që ndihmon në forcimin e besimit tënd dhe motivimin për të arritur qëllimet e tua. Ndjeje se si rritet besimi në vetën tënde. Ndjej një fuqi, një forcë për me vepru, për me jetu. Ndjej një energji në krejt trupin tënd. Lejo që kjo dritë të mbush gjithçka që bën, duke sjell energji pozitive në çdo aspekt të jetës tënde. Ndjeje forcën, guximin, çdo frymë forcon ndjenjen e forcës dhe qëndrueshmërisë.
Unë jam I fuqishëm dhe I aftë. Unë besoj në vetën time dhe mundësi që kam. Unë ndjej energji të fuqishme që rrjedh në trupin tim, thuaj me zërin e brendshëm bashkë me mua. Unë ndjej energji të fuqishme që rrjedh në trupin tim. Forca ime e brendshme është e pakufishme. Unë besoj në vetën time dhe mundësi që kam. Unë jam I fuqishëm dhe I aftë. Jam e fuqishme dhe e aftë. Ndjeje se si kjo energji shpërndahet në krejt trupin tanë në ngjyrë ari. Dielli në trupin tanë mush çdo qelisë të trupit me forcë, me guxim dhe besim në vete. Forca ime e brendshme është e pakufishme. Merë frym thellë. Aktivoj ala ma fuqishëm këtë energji të forcës, besimit në vete, energjisë. Kjo dritë e artë e fuqisë mbush komplet trupin tanë. Unë jam I fuqishëm dhe I aftë. Unë besoj në vetën time dhe mundësi që kam. Forca ime e brendshme është e pakufishme. Ndjeje këtë energji. Unë jam plot energji dhe motivim për të arritur çdo qëllim. Unë jam në harmoni me energjinë time dhe e shfrytëzoj atë për të krijuar mundësi. Fuqia ime e brendshme me udhëheq drejt suksesit dhe lumturisë. E ardhmja ime është e ndritshme dhe unë jam I gatshëm për ta krijuar atë. E ardhmja ime është e ndritshme dhe unë jam e gatshme për ta krijuar atë. Tani e vizualizo një dëshirë tënde sikur është e realizuar. Ndjeje këtë energji. Ndjeje atë realitet sikur është e kryer, sikur është I kryer. Dhe ti po e jeton. Është në realitetin tënd. Ndjeje të realizuar.
frym thellë dhe ndjeja ma fuqishëm këtë dëshirë të realizume. Kap çdo detaj. Tani, nga dalë në tempon tanë mundesh me i hapë sytë, ndjeje këtë energji që ke kriju në trupin tanë. Hajde ta shohim çka dojna me manifestu. T'ju tregoj se çka kam zgjedh për me manifestu. Hajde që tash sa ma kini ngrit energjin. A jeni mas mirë në botë. A jeni mas mirë në botë. Qëndroni këtu sepse këtë live nuk do e postoj në Instagram, kështu që qëndroni deri në fund. O, Endri, faleminderit edhe juve. Hajde shkojmë tani me manifestimin e radhës, çka do ne me manifestu. Bukur, tash vizualizoni mirë, edhe bani lëshimin me njëherë, thoi nuk më interesan. Hajde tash ta t'ju tregoj se qysh manifestohet taman, qysh lëshohet dëshira. Thonë, mos me pas me ku është, pëse s'pe manifestoj. Hiq nuk menon për ata. Detyra jote është vish me mojt energji nalt, me qenë sa ma falendruz, me qenë sa ma mirë. Dhe shkojmë njëherë me manifestimin, dhe tani të i shkruni për sot 30 gjonat bukura që keni me i po gjatë ditës. Ta kthejmë fokusin komplet. Me pa gjonat bukura, gjonat mira. Okej. Ajo se çka do na me manifestu deri nesër mbrëma është Sirena. Qyrni mirë, vizualizoni mirë, sepse do e bëjmë edhe lëshimin me njëherë. Ka mësi që na i kush e ka manifestu për para, kështu që... Bukur, kështu që harrani tash, mos menoni ma për sirenën, mos menoni ma hiq për kur gjo është e manifestume. E kemi pa, e kemi vizualizu. Ariel, yes. E kam pa dje, e di. Edhe njëherë që ta keni vizualizoni, e kryme është. Dje pash filmin s'ka, s'të si kjo është manifestim para se me... është manifestim edhe ajo. Bukur, atëherë do e manifestoni Arielin. Kemi manifestu Arielin. Donika, sot e pas ka këqyrë, e shihni njerëz se çka ndodh, çka do me thonë sinkronizimi edhe rezonanca. E shihni se dikush, disa njerëz e kanë manifestu para se me e kallëzuan. Edhe ky është manifestim. Bukur. Një person ka me fitu abonimin në akademi që po gëzona shumë për ta, për edhe 3 persona tjerë. Nuk e di tash si do e bëjmë, kur ta lajmë në YouTube, do e postojmë ndoshta nesër në YouTube dhe aty në komente do përzgjedhim
ose ndoshta 3 personat e parë që e manifestojnë Arielin me e pa dikun, do kenë mundësi me marrë abonimin në akademi, abonimin 1 vjeçar, jo mujore për 1 vjeçar me 30%, 3 persona, kurse 1 person ka me marrë dhurat komplet akademin. Janë përzgjedh edhe ata për kursin që fillojmë javën tjetër, inteligjenca financiare mezi pres. Okay. Valdrina Ibrahimi. E kam stafin këto vajzat po me siguri, e kanë marrë emrin Valdrina Ibrahimi. Urime Valdrina Ibrahimi, mirë se na vjen në familjen e mrekullueshme me energji shumë pozitive Vere Akademi. Okej, unë du m'ja dhurua dhe dikujna librin Jetoj pasur sonte. Hajde ka arë Nana Dimri me dhurata, Nana Dimrin Mars. Valdrina na u paraqit këtu. Kuna met Valdrina Ibrahimi. Me thash mirë tash. Okej, edhe dikush për juve ka me fitu librin Jetoj pasur. Mira Bosi e ke fitu librin Jetoj pasur. Ta shpenali, unë se tani s'nalna. Okej. Bukur shumë. Jeni të mrekullueshëm. Jeni vërtet mrekullueshëm. Mos harroni manifestimin, mos harroni t'i shkruani 30 gjanat e bukura që mundi me I pa gjatë ditës. Besoni se njerëzit kam marrë ekstrem shumë mesazhe dhe jam shumë e lumtur për ju që I keni shënu, sepse kështu e ushtroni trunin që me pa gjanat mira dhe me kanë falenderues. Dhe kur ju sa më shumë jeni falenderues, sa më shumë ndjeni plotësim brenda vetes, manifestoni gjana me lehtësi, sepse jeni në tjera frekuenca. Atëherë ma manifestoni deri nesër Arielin. Ta shohim 3 personat e parë, natyrisht nëse doni me qenë abonus të akademisë e keni me 30%. Ajte dhe një 3. E keni marrë tash gjithçka me 3. Edhe një dhurat. Oh my god. Okej, hajde dhe dikush do e fitoj hipnozën ujvara e shërimit që është në akademi. Ujvara e shërimit. Mos na kallzoni Arielin tash këtu se. Kemi halat dite, kemi edhe nesër, pas nesër do bëjmë prap dhurata. Të premten e kam një dhuratë të madhe. Okej, hajde dikush që për momentin ka sfidë me shëndetin. Hajde dikush që vërtet ka nevojë dhe mendon se nuk ka bindje që nuk ka pare për me pagu. Hajde dikush që ka nevojë, ka ndonjë sfidë për momentin me shëndetin.
edhe e don këtë dhuratë. Dikush të po pres dhuratën e fundit. Okej, jeni të sinqert, sepse vërtet mundeni m'ja marrë dikujna që vërtet ka nevojë. Tani ta ndjej. Gëzohem shumë që jeni mirë, më shëndet. Okej, atër shkojmë me vjollca me një vi kështu poshtë, tash se janë disa vjollca këto, po e bëj screenshot këtu dhe ja tregoj stafit. Okej, shkuan 3 dhurata sonte. Unë vërtet jam shumë e lumtur për ju. Mos harroni edhe 3 persona keni mundësi me marrë akademinë me 30%. Është plot me kurse, është plot me takime të mrekullueshme edhe plot me njerëz pozitiv, me njerëz që bojnë çdo ditë ndryshime, me njerëz që punojnë me veti, me njerëz që janë vërtet mrekullueshëm. Okej, për sonte e përfundojmë. Hajde edhe një herë vizualizoni Arielin. Edhe është e kryme. Përbuqe thotë sot me vi pas këtë dhuratën. Okej. Atëherë ju du shumë, ju përqafoj shumë, shifemi nesër, përsëri me meditim, përsëri me dhurata, përsëri me manifestim që kena me bo bashk. Vërtet është kënaqësi e madhe kur po ju shoh juve sa po gëzoj kur po e manifestoni një diçka qëllimisht, domethënë, me vetdije edhe kështu mundeni me manifestu shumë gjëra në jetën e juve, mundeni me ndryshu gjitha sferat e jetës. Gjitha. Sepse nuk është kjo vetëm me një manifestim të kasetës, flutrës ose Arielit, por edhe me gjitha. Ju du shumë, ju përqafoj shumë të gjithve, shifemi nesër, natën e mirë.